Këtyre ka një diktaturë të pa durueshme, që na i qojnë disa njerëz të blerë me pare, që të na kokorisin këtu dhe për stacionet, dhe për gazetat, dhe për xhamia, duke majtë fajse tjera. Derisa të ketë njerëz që shkojnë edhe i ndigjojnë, derisa të ketë njerëz që shkojnë edhe falen pas tyre. Domethënë, shumë shpejt do të vijë koha që edhe ata që shkojnë sipas inercionit do të fillojnë të mendojnë mirë me kokën e vetë. Tet neve na kanë kushtuar shtrenjtë. Çdo njëra prej tyre është munduar që të na nënshtronte, na asimilonte, na bënte herë ortodoks, herë katolik, herë musliman, të gjitha na u imponuan me Zot. Rrejta që thonë, feja islame së konë me Zot. E din ata katolik vllazët tonë se çka kanë vesh, se si kanë janë detyruar të ndrojnë edhe mbi emrat, edhe emrat. Se si s'kan pas drejt të hypin as në kaç, se si s'kan pas as një drejt si katolik. Kur e kanë ndruar emrin, ata kanë pas drejt të barazohen me të tjerë. Sikur kohën e komunizmit, ata që hynin në parti gjenin punë me herë. Edhe po s'ishte puna, e qitnin një tjetër nga puna, ja gjenin punën ati, ata i partisë. Pa këtësisht edhe sot ashtu po veprohet, se kam një italiane. Kështu që ne duhet jemi të lumtur që kemi një none që diti të kundërshtonte të gjithë. Që la pas vetës një vepër edhe me gjak të shkruar, edhe me jetë të shkruar, edhe me recet të shkruar. Dhe duhet jemi të knaqur që megjithatë po fillojmë t'ja dim vlerën, unë u knaqa këtu, edhe me fjalët e biskimit, edhe me fjalët e vllautit Lumagjis. Ishte një mrekulli që e dëgjuam edhe një këngë që ishte plotësisht e jona. Na shkriu pak ka traumatizmin që na ka kapur. Edhe juve që po dëgjoni, duhet ju them hapur. Unë nuk pata mundësi ta lexoj librin përpara, që të flas lidhur me librin, e lidhur me filozofinë, po me që po ma merr mendja se po e di se ka godit ushqim, po mundon ta jap edhe vetë një ndihmes në suazën e asaj çfarë ka bërë heroi ynë i rezistencës sonë. Po shihet se fet për shkak të bartësve të tyre, jo për shkak të teorisë fetare, po për shkak të bartësve të tyre ka dështuar krejtësisht. Ka dështuar edhe ajo ortodokse, ka dështuar edhe kjo muslimane, ka dështuar edhe ajo katolike. Nuk e s'ka nevojë të them. Shikoni se si po jetojnë ta udhëheqësit ta muslimanë. Çfarë jete po bëjnë, edhe kur vjen Bajrami e dikush thonë duhet me unimu fukarave, mi thonë o zotiti, çka ndihmove, si ndihmove? Me këto pallate, me këto vetura, me këto harxhime, me këto jeta që bën ti. Çfarë muslimani je ti? Domethënë, flasë ndryshëm, veprë ndryshëm. Kjo është faktikisht dështim dhe kompromitim i fesë. Kështu ata kardinalët e Romës atje. Edhe ata flasin ndryshe, veprojnë ndryshe, dhe në fund një pap, pati guximin, pati aftësinë, ta mund të vetvetet dhe dorëheqje ka thënë që kjo punë ka pas, në fali unë e shkova një bënë shkatit. Ku është pra faji që fetë dështuar? Nuk është faji një këngë të mirë, qofse e kënë një kantari keq. Kantari keq e me në qafë dhe këngë të mirë. Nuk është feja islame fajtore që po dështon. Janë bartësit në të cilët po infiltrohet dhe është infiltruar me të madhe politika
intereset politike. Po bëjmë sot ne kemi fakte që sunitët, shiitit, po vritën me zveti, po mushën me dinamite, po hinë gjamije, po i vret njerëzit, pa i njohë, pa i disë. Në pak fetë. Allahu e ngërë po dhëtë ka po, po i këtë një Pra po fejë të ajo që Shqimi e ka ditë mirë që do të nga dalin probleme, si që po nga dalin, po e shimi dhe i vetë. Po nga lidin sekte këtu që i thotë jo, zë bëgjoj të anon dorën që feja më dalin. Në gudzon dajnë zvetë dorën një anon që. Dhe më thonë, edhe këso degjes që rëdice, po bashkjetojnë me ne, përse? Sepse edhe shteti ju ka dështuar. Përse ka dështuar shteti ju në po dështuar? Sepse nuk janë vite popullit me krya ati, po të tjetë kush me ka zvijën, me ka vendosë aty dhe tash, po du të shumë për ty. Po përse po ndodhë kjo? Sepse ishim të vezë, ishim pra pa vetë, ishim pa dishë, me do shkollime pa lavan fillore, me do shkollime pa lavan të besë, me do shkollime të shpejta me intervenime, me daj, me net, me klejt, midhe notat, bëna nej, ama shumë djallë, shumë qike, të t'kallojt, po shte për pjetan e klejt. Në u kanë mush me doktora, me ministra e tjeqë, që asë një tjani pa gabim të shkru. Pra, si popull, si topë, si këtu, si atje për të vjetëve të nëmën, si në qifur, ka të përtue politika e keqe, kombëtare, ndërkombëtare, e cila po na përzim, po na pështjellon, nuk po mundet të na eliminojnë, sepse jemi drumë. Po them që kemi marrë në rëna vetës, kemi 3 kultura të fuqishme, cilat i kemi asimiluar. Po për erdhë situata e kombit, aty ngecëm, sepse nuk i patëm ata që jenë borësit e kombit. I patëm intelektual, i patëm si shra, i kush para me e gjuha, s'mjafton të gjuha që kombi të formësohet, kombi të forcohet, sepse nuk e patëm klasën kapitalist. Nga feudalizmi him me njëherë në një farë sistemi cili në ngriu. Skrium do të kapitalist. Erdhe situata, dolën tash dështur edhe sistemet diktatoriale, dështoj komunizmin baza globale, dhe ata që ishin shërbim të komunizmit, fillon të banë kapitalista, se i patën do lidhje, edhe ata nuk vërprunë në drejtimin e krijimit të komë, e sabotuar. Shoqi Sali Berisha, për shembull, ka marrë qafë për 20 vjetë formimin e kombit shqiptar. Shkon në vjen nga Nullatosi, një spion të asfalis greke, në aton këtu për shkop, edhe do të përgjë. Nuk kemi president, sot, Shqipërinë tonë, në pjesën tonë detale, kombit tonë, të atë tonë. S'kemi presidentit që i gudzon të shkarkoj Nullatosi, sepse së presidenti po bëllë zhita, është presidenti e mërua, presidenti në futë për tjetë. Pra, këto që është përpjekur, i madhi vlau i Lukshit, sot për i shohet, sot për i përjeton, motër ti po vurë për vlau ta, po kombi ju po vurë për ukshimin, për një heqë për të. Në shuplat se s'dijet ta shetutje që ka flasë e shtetoj të shka. Çfarë na pret ne? Megjithatë, gjitha këto goditje që i murëm e po i marrë, e që do t'i marrë.
do ta bëjnë nga populli ynë një popull, sepse jemi një lloj kvintesence e njerëzimit. Gjuha jo, me këto 36 gjerma, e me plot 9 gjerma. Shikoni ju për shembull gjermën e. Nuk e kemi veç e, është edhe e. Është edhe e gosë. Gjermën a, se ki veç a. Mund ta shkruajmë, mund ta flasim çdo gjuhë në rrugën e tokës, asnjë gjuhë tjetër s'mund ta bëjë këtë. Çfarë do të thotë? Do të thotë se jemi të paracaktuar që në histori të luajmë role më të mëdha se sa që kemi ne. Ashtu siç po e luajmë populli i vogël Izraelit, rolin shumë më të madh se sa që e ka ne. Kurse sa ju takon feve, ju e dim, Tevrati, Zeburi, Ungjilli, Kurani, 4 shtapet e shajta, këta Allah janë të një dojtë të një mund bëjë halar, 4 shtapet, pa shëtë Dari, ato që e grajnë, do më thonë, krejt puna për lidhet e mizat. Edhe Tevrati, edhe Zeburi, edhe Ungjilli, edhe Kurani, arritën që e gërsina, jeshtë e eke, dalaverëzit, korruptuar, që shisnin zotra të bërë të gdhenë nga druni, nga gurët e tjere, i mashtronin njerëzit. Arritën që atë popull ta vendësorin dhe nga shkallë sa ta rinin ta bëni një zot i cili është i përhershëm, i pafur, i plot fuqishëm, i gjithdijshëm, dhe i cili është i mëshirshëm, i cili na don jetë. Nuk e ka mirë fetë që njeriu në shkretë e fërgojnë thotë që ti po lart kusure këtu, këtë një. Kështu që lart kusure dash në shkumë qële. Këtu është gjeneti. Për ata që jenë abdetarë vërtet, e që jenë jetë vërtet, këtu është gjenet. Për gjenet le të munohen kriminel, le të munohen dalaverëzit, le të munohen hana, le të munohen rëncat. Ata le t'i lartë kusur. Po shumica të muse e popullit s'ka farë kusurës. Do me thamë, edhe këtu, ne duhet t'i bëjmë disa korrigjime në bindjen tonë, në mendimin tonë. Unë jam besimtari madh, unë besoj Zotit shumë. Po i besoj për i me, i besoj Zotit, veç kur një musht, kur po mullame, kur po tjere, e shë të e lajme. Nëse duhet të vdesë, vdes pa frikë, sepse vdeqe s'ka, Zotit që nga ka falë shpirtin e se mërë, shpirtin do ta kemi gjithmonë, po për çka po e përdorim? Zotit ka pyra disa tonë në universi, na ka dhënë shpirtin dhe na ka pajis me këtë trup shkret që kemi marrë për kësaj toke, në cilin do t'ja kthejmë për kësaj toke, pra, na ka pajis me këto elemente, me këto mjete, që të bëjmë atë për çka jetë të prirur, për çka jetë të talentuar, çka duhet të bëjmë. Popujt e botës që kanë krijuar kushtet për njerëzit e vetë, për djemtë e vajzat e veta që të shkollohen atje ku ata duhen, ku kanë talent, jo të detyrohen, nona tonë dënonë kanë qenë djallë, e bënë doktor, me që dallaveri, ty vjetë nota, ty intervenua në me dalin, i shkatërojnë njerëz me diagnoza, ka 2-3 vjetë i marrë me diagnoza të jabura, shka dhe puna, e ka një diplomë, e nga diplomë, pasaj, mos i s'është tek që duhet, i veshet në partije, në partijë s'parin, pasaj e pra, shikoni se si po na kthehet dallaveria neve, dhe po na aknerë shqiptish, sepse s'po i besojnë Zotit për i me. Ata që i besojnë Zotit për i me, nuk bojnë krimet, nuk bojnë rrë, nuk tutën, nuk shiten për do kulturë që të shkreta. Herojt tanë, qofshin ata ortodoks, i dhe një histori më mirë se unë, qofshin katolik, qofshin musliman, herojt tanë nuk janë figurë nga vdekje.
kanë luftuar për lirin tonë në kushte pa mundshme. Kush ka mujt me besu mas 500 vjet regjimi tonë, kush ka mujt me besu që mund të zlirohen nga Turqia? Vetëm heroj tonë, vetëm patriotë e vërtet, vetëm ata që kanë besu Zotit për i vetë. Do që, po, ne t'i besojmë Zotit, po për i me, jo me palabra, jo shkruaj në kisha të përqovë, në një, po si të kisha një që si të këtë për gjamije, e që të kjusë të sejshë, e bërë për dhe vetë, a që këja dhe me për t'i poshtë e për fletë të shkatë. Do që, po ju thras që t'ju kthehemi, atyre pak, intelektualve tanë, gushtarve tanë, të Hasan Prishtinës, herojt tonë, t'i kthehemi pa i politik, t'i kthehemi pa nërë, t'i kthehemi ushinit tonë, që e nëzorë me vujtjet mëdha, në qofë se duhem të jetë për parë, në qofë se nuk duhem që të tjere të manipulojnë me ne dhe të vazhdojnë të manipulojnë me ne. Ata që i kam miqë të luftës, do që janë, do të aminë, do shtë sëmini, i thrasë që dhe të mos e hanë luftën e vetë. Dhe të mos e hanë gjatë e vlëndërve e motrave të veta, sepse pas të do të qetë që do të hanë të hanë njëri tjetër. Dhe të kemë kujdes që për karike, për kotuqe, të arrujnë topin e vetë, adheun e vetë. Dhe të mos frigohen nga vdekje, sepse vdekje s'ka për ata që me të vërtet e duhen, adheun e duhen kombit, vdekje s'ka. Kështu që dikush tha, arres për ushqinin. Jo vetëm që s'ka arres, po, për ushqinin të rritet për çdo ditë, kujtesa më e madhe, kërkesa më e madhe, sepse në të do të shohim kush na pas ka pas liquar rrugën neve dhe na i mbjellnim sytë ose drita e tij na i rritet sytë e kthehemi kokën direkt. U besonim do dallave regjive, të cilët na mashtronin me do dokna, edhe shkonin pas dallave regjive dhe kur e pam dikur kur u krye rruga, kishin këtë çështë të kush. Do që ju përshëndet vëllau ju ja demi, mos harroni, ju duhet të bëhen në i farë heroj si duhet të më bëjnë. Jam ushtar i vogël i Hasan Prishtinës, dhe sa që gjallë do të vete ushtar i Hasan Prishtinës, do të jetë shërptor i juj, i popullit tim, edhe i popullive të botës, të cilët e duan lirinë, e duan demokracinë, e duan të vërtetën, dhe nuk na bëjnë sherr ne, nuk na cungojnë lirin tonë, por na ndihmojnë që edhe ne të shkojmë përpara dhe ta kërkojmë. Rosë populli e